Dy herë të mbyllën për disa ditë dhe njoftimi u publikua edhe në rrjetet sociale. Arsyet e vërteta nuk u bën publike kurrë. Por gjithçka ndodhi një ditë pasi Kiks Kosova i nxorri të zbuluar duke publikuar rrëfimet e vajzave nën moshën 18 vjeçare. Disa prej të cilave kishin ikur nga familjet e tyre. Me njëherë pas kësaj, pronarët e Magic Spa jo vetëm që mbyllën lokalin për 10 ditë, por gjithashtu hoqën nga faqja të gjitha postimet, ku shfaqeshin trupat e vajzave, gjysmë të zhveshura që bënin thirrje për masazh. Luanesha, e cila është një nga vajzat që punon aty, kishte shprehur mllefin dhe revoltën kundrejt emisionit. Ajo kishte thënë se pavarësisht njollës që u vu lokalit, kjo nuk do ndalojë së promovuari atë. Një muaj pas kësaj dite, qendra e masazhit ka hapur sërish dyert për klientët e saj, megjithatë veprimtaria po zhvillohet normalisht, ashtu si në të kaluarën dhe pa pengesa, Magic Spa në Instagram nuk është më e njëjta. Nga rrjetet sociale vërihet një ndryshim drastik. Vajzat e zhveshura që reklamonin aktivitetin e masazhit nuk janë më aty. Kiksi në raportimin e tij solli edhe historinë e 17 vjeçares B.M nga Xhilani, e cila ishte arratisur nga shtëpia dhe kishte punuar në këtë qendër masazhi për rreth një vit. Edisi, që sipas vajzave ishte tutori i tyre, e mohoi këtë një muaj më vonë. Ai rrëfeu Kiksi se 17 vjeçarja B.M tashmë është kthyer në shtëpinë e saj. Ndërsa puna që Edishala bënte dhe vazhdon ta bëjë në këtë qendër masazhi është realizimi i tatuazheve për klientët e tij. Shkam shumë të avonë se nuk jam qëri masazh, ama që më të jap të urë në komeditin qanë, asë më të abu qako ato, asë të koha. Nuk jam në njëri thjesht. A ki kontakte me më? Ato të familja vetë, që adine për të ne. Është këthy aty pra, do me thane, kalon punën? Nuk e di mërë që di që të familja vetë, është e këm po lajmë të familja vetë në zdi. Pra është ty shpe, nuk është të punu ma? Po nuk e di, jo i zoja dhe të kësha lutë, më thëmë tyrë kërë një tonë më heta, atëre që të më thonë kërë. Me njëherë pas vizitës në qendrën e masazhit Magic Spa, B.M kontaktoi emisionin e revoltuar dhe duke kërkuar që ta lëmë të qetë, pasi ajo është kthyer jetës normale. Përshëndetje, ajo ajo, nashta po të kujtona. Qika që më kiqit në për gazeta, unë shpet e baba jam tash, që i kiqit në për video. Jo kërqysh shumë mirë jam, veç me mu më su merë një mo, unë jom këthyt e familja jam.